Vllaznia e futbollit femra e nis sezonin e ri futbollistik 2025-2026 me një fitore me golat, një fitore të thellë ndaj ekipit atletik. Me trajnerin Nikurin Leka, profesor, një fitore të thellë ndaj atletikut, i kënaqur me performancën e skuadrës, as më tepër që jeni edhe në prag një ndeshje shumë të rëndësishme për Europa Cup, do të luani përballë Interit në transfert. Atëherë kënaqur. Normalisht janë diferencat midis dy ekipeve, por gjithsesi ne luajmë sot vetëm me ekipet, me vajzat që nuk i kishim dhënë minutazh gjatë ndeshjeve ndërkombëtare që kena bërë deri tani dhe do t'i jepshim minutazhin e duhur aty në vajzave të shohim më mirë në fushën e lojës me një ekip femër, me një ekip kundërshtar, por diferencat janë siç e thash më përpara dhe normalisht jam i kënaqur për shumë gjëra që bën vajzat, por jam i pakënaqur edhe me disa vajza të tjera që nuk e treguan atë performancë që duhet të treguan fushën e lojës. Megjithatë, fati keni dhënë hapësirë elemente të ri, por në lojë ishte kapitenja Dosi dhe madje Shënoj. Po mirë, Megi ishte në lojë sepse ne do të lëshim 2-3 vajza që ta marrin në ekipin përpara ose të japin atë karakterin e durë ose ndeshje, se nuk mund t'i lëshim krejt ashtu. Por siç e thashëm më përpara, për disa vajza që i dinë se si çfarë forme janë dhe si lozin, jam i kënaqur, kurse disa vajza të tjera nuk jam i kënaqur me performancën që treguan, por në ditë vazhdim do t'i shohim punë më mirë. Mendoni se ju shërbeu si një test serioz kjo ndeshje përballës me Interin që luhet në transfert me datën 8 tetor në Milano? Jo, nuk mund të them se na shërbej sepse siç thash më përpara luajmë me formacionin e dytë, po të thush, kështu që ne nuk kishim prioritet këtë pjesë që të na shërbente për ndeshje sepse duke pa diferencë midis dy ekipeve, nuk është një ndeshje që të shërben. Në që jemi në prag ndeshjen Inter Vllaznia, keni edhe disa ditë servitore. Mendoni se do të keni kohën e duhur për të udhëtuar drejt Milanos me një ekip të konsoliduar? Po pa diskutim që duke këtë punë duke bërë, duke punuar fort, janë afruar 3 lojtarë të sfundmi, dhe do mendojmë që deri datën 8 që shkojmë me Interin me lujt, do të konsolidohet ekipi, do të krijohen harmonizime midis reporterëve, harmonizime midis lojtarëve, kështu që mendoj që janë ata ashtu. Megjithëse kemi edhe fundjavën tjetër kemi ndeshje me Partizanin për kampionat, dhe t'i shohim gjanat më mirë, por mendoj që jemi gati për ndeshje me Interin, me datë. Ka filluar të ndjehet atmosfera anti-Inter tek vajzat, e ndjejnë peshën e kësaj ndeshje? Po, pa diskutim që janë ndjejnë peshën, pa diskutim që janë shumë serioze në punën që janë duke bë, sepse është një ndeshje që në fund të fundit, është ndeshje ndërkombëtare, është një ndeshje që ne mendojmë përmes më përpara se objektivi ynë është kualifikimi. Dhe kështu që vajzat e ndjejnë peshën, janë duke se vetëm shumë seriozisht. Suksese, profesor. Faleminderit për ju.